Në pikën kufitare të Morinit, fundjava nisi me fluks qytetarësh e mjetesh. Ranë sy prania e madhe e mjeteve të transportit publik me udhëtarë që kishin vendosur të kalonin fundjavën në pikat turistike të Kosovës. Nxënës shkollash, mësues, por edhe grupe të organizuara mes miq janë nisur drejt Brezovicës. Jana prej Shkodrës, po shkoj deri në Brezovicë. Kemi nisur për ekskursion për qef në Brezovicë me fëmijët. Ajo që na bë përshtypje neve është mikpritja dhe mënyra se si i presin vizitorët. Ne do të kemi Brezovicë. Pra ti jemi. Na pëlqen se ka bor, ka ski, ka teleferiku, dhe na pëlqen shumë. Nga ana tjetër, janë qytetarët e Kosovës që nuk mund të rrinë pa vizituar Shqipërinë dhe kryesisht qytetet bregdetare, edhe pse është periudhë jashtë sezonit. Veç për qef, mush i ditë. Në dorë Tiranë pak, në Kruj, shpesh shkojmë edhe në Kruj. Pa tak të në punoj ka Shqipëria, kam shoqëri, misësi, ashtu që gjitha ka pak. Policitë kufitare të dy shteteve kanë punuar me procedurën e thjeshtuar për kalimin e kufirit pa kontrolle për të gjitha automjetet me targa të Shqipërisë dhe Kosovës. Në 24 orët e fundit, mësohet se në territorin e Shqipërisë, përmes pikës kufitare të Morinit, kanë hyrë rreth 7.800 shtetas me 4.100 automjete, ndërsa në dalje janë regjistruar rreth 10.000 shtetas me 6.800 automjete.